prej opozitës. Në LDK i ki dy njerë që kanë bashkëpunu shumë me gazetarë. Po thëmë shumë sinqerisht, edhe na i kena përkrall dhe kena vlerësu jashtëzakonisht shumë, jo pse na, si me thonë, po kena na i farë simpatie për ta, si jena në LDK. Po për shkak si që ashtu ishtë dosh me ka opozita. Dhe më gjdo skandal medial që është bo, te ke pos me njëherë një reagim, ose ka shku për te i qasoj, Janina Imeri, Hykimete Bajromi. Që to tema që kemi ngrit na, ato kanë hillë, kanë bo, edhe vetë kanë erë hulumtim, kanë bo kërkesa në institucione, si me thonë kanë zgjatu edhe kanë mojt debatin publik. Si me thonë, nëse na kena mri del një hulumtim, e bojnë ana, që është kanë zingjiri, që kënë modeli, të paktën e kanë shembullin e lëvizjes vetëvendosje kur ka qenë koalicioni jashtëzakonshëm me media sa kanë qenë opozitë. Jo ka qenë një koalicion, po për shkak koalicioni po, ndaj pushtetit. Po jo, edhe ka shfryzu shumë punën e media, që në fakt nuk ka gjë të keqe këtu. Për shkak çdo skandal që ka dalë, ti e ke pas ose konferencë për media ka thirr, e madje e kom përsërit shpesh. Pra ferën prontë ka mundësi që në 23 konferenca i kanë bojt. Nuk është kohë gjatë, po na ishëm pak më të kujdesshëm në titull, për shkak nëse dyshime për korrupsion ose dyshime për hajni janë nga këta që to dyshime e hekshin. Domethënë që ato hajnin tani po në konferencë. Si me hoj mjaftoj ke tani aty në më shku nëse ti e ke qitë një temë. Kemi pas dileve, kemi pas një temë gjithmonë lajme, se ka pas konferencë. Po me 10 shkrimeve unë atë një kohë më konë praktike e vazhdueshme. Zëri, po disa shkrimi i furnizues i lëvizjes vetëvendosje. Me argumente. I mëshin vetë. Jo, në fakt puna jonë është kjo. Po. Na neve që kjo opozita na ka qitë një pozicion shumë të keq për qytetarë që nuk e kuptojnë rolin e gazetarëve dhe media. Dhe sa ata janë tërheq, edhe këta nuk janë në detyrat dhe obligimet e vete opozita, tani kena met na, si me thonë, na jena kundërshtarët e Kurtit, na si na kundërshtarët e vetëvendosjes, na si na ngarë me vetëvendosin. Apo vëtan, për neve, për secilin gazetar normal, nuk ka skandale, kërkushesh nuk ishu për pik fjallë një gazetar edhe me thonë këta po vjellin ose po keq përdorin. Po që shumë ka pas, sa one me nëjë që qëre një opozit që s'ka mujt me rëdzu pushtetin e Kurtit për 4 vjetë, me krejt këto skandale, me këtë këto keqpërdërimi, me këtë këtë papërgjithsi ndaj institucione. A vëdhen, ti më ti majtë këtë institucione, ty me ushtru zetyre, me të mek, hiqën më intereson as me respektu ligjin, as afatet ligjore. Përbes në një vend normal, edhe me pakon që kjo opozit që shish dash me ka, pushteti 4 vjeqari Kurti nuk ish mëri me mbyll 2 vjeqin e parë. Po këta, si me thonë, edhe qërë, edhe PDK-ja, se këtyne veç nuk bonë prallë në për media, nuk dalin për jashtë. Po njëta situatë është. Njëta situatë është në PDK. 4-5 grupe, lufte jashtëzakonshme. Edhe pse Abdigjiku pak a shumë e tha që edhe